jam sot këtu në emër të organizatës së veteranëve dhe pasazhëve të tyre, në emër të organizatës së familjeve të dëshmorëve dhe në emër e shoqatës ushtarake për të përkujtuar rënien e 2 dëshmorëve me datën 6 dhe 7 shkurt të vitit 1945, 2 të rive nga ana e epërme, nga Vila dhe Shkinaku. Për më tutje, vërtet e mia vazhdojnë. Edhe Vila dhe Shkinaku i dhuruan luftës gjak, ku ti qiti ty mo gjaku dolen malit partizan. Halil Hasa, Hisni Koka, u rështun në formacion, nuk qëndron rahat në oda evidenca i shënon. Të dy ishin djemë të ri, bitë kuksit që fort të deshen, që u vunë në një vi uniformën shpet e veshen. Zvone shumë e fjala mbriti për Tiran me marshu, shtabi luftës ato e thiri kërkojmë ju me në ndimu. Të paharuar ditët e nëndorit, 10 kuksian u veshen gjak, brigada 24 së ndalë hovin se Tiranës ja kemi hak. Erdi dita e çlinimit bashkë me tjerë pushka malsorit, ku dalohet hovi i trimit 10 gjimnarash ranë dëshmorë. Me ura e me vullnet për të mbrojtur këtë votër, ecë në kamp dytënet dhe brigada mbrin në Shkodër. Shkodër Lokja, fort e tundi, i pudh trimat një nga një, ja pra qyteti i funit që u çlirua në Shqipëri. U çlirua nga nazizmi, por sa akoma nuk merr frymë, është juaj heroizmi të shkatroj bandat në tërë malsin. Veç Kopliku dhe Kelmendi me banditët të luftu, 2 dëshmor njeri pas tjetrit kuksi largët i ka dhuru. Hisni Koka, Halit Hasa, atë muj shkurt të 45-ës, radhazi në të 2 data ranë dëshmor që të gjallë të ngelin.